Kur kanë kaluar mbi 24 orë nga vërshqimet e lumit të Semranit në fshatin Hasturkas të Libofshës, ende uji është prezent jo vetëm në sipërfaqet e tokës të mbjella me prodhimet e stinës, kryesisht ullishte, foragjere dhe vreshta, por është prezent edhe në 15 banesa. Banorët shprehin se qeveria duhet të dërgojë sa më parë ekipet e verifikimit për të evidentuar dëmet, ndërsa nuk kanë kursyer as ironinë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Po, më pyetën ata që është futur ujë, unë thash jo, këtu të shtëpia ime nuk më vakit hyj ujë, se unë kam kyçin. I ve kyçin këtu edhe nuk hyn ujë. Edhe dyta i thash se për humor, flasin njerëzit kështu që jo mbytën, jo s'u mbytën, flasin kot në skoti. Po me këtë ujë që më ka ardhur mua te shtëpia, unë jam i kënaqur se po kam mësuar gruaja natën. Nuk e dim se si do vjen situata, inshallah të na ndihmojnë shtetin. Dam shpërblim themi se 90% nuk presim, se siç po shohim që janë mbytur të tjerë në vitet e kaluar dhe nuk janë dam shpërblyer. Kanalet e vegjël që derdhin te pompat nuk janë të pastruar. Siç kemi kërkuar dhe ka kërkuar gjithë, po shpresat janë pakta, sepse shteti tërkohën ka qenë i neglizhent. Nga ana tjetër, situata mbetet alarmante për shkak të çarjes së argjinaturës në 4 pika, secila me gjatësi rreth 25 deri në 40 metra, fakt që sipas banorëve përbën një rrezik serioz. Argjinatura ish 4 vende, 4 gryka që janë të hapura. Të marrim masa shtetin nëse na dëgjon. Argjinatura është qarë në 3-4 pjesë edhe duhet marrin masa që të izolohen se toka është e tengopur. Banorët presin masa konkrete dhe ndërhyrje të shpejtë për riparimin e argjinaturës dhe vlerësimin e dëmeve.